të afateve, pasi nuk ka marrë përgjigje. Po detyrohem që nga salla e Kuvendit Republikës Shqipërisë t'i drejtohem zyrtarisht guvernatorit të bankës dhe t'ja bëjmë dije dhe publikut me një shkresë të tretë në lidhje me disa pyetje që më shqetësojnë si deputeti Kuvendit Republikës, për cilat i gjithë opinioni publik kërkon përgjigje. Duke qenë se kjo është banka e parë digjitale në vend, do të ishte e udhës që në fakt drejtues Bankës Shqipërisë të dilnin dhe të bënin transparencë të plot për këtë proces. Jo të flas banka, apo jo të fshihet Banka e Shqipërisë pas bankës private, por të dalin zyrtarët e Bankës së Shqipërisë dhe t'i japin përgjigje pyetjeve që u janë drejtuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Për më tepër, e informoj dhe një herë Bankën e Shqipërisë se në datë 30/3 jam drejtuar me një kërkesë për informacion me shkresë numër 360 fraksion 2 protokolli, kërkesë për të cilën ende sot që flasim mbetem në pritje të një përgjigje. Javën e kaluar janë dhënë djeni të disa dhënave shumë të rëndësishme në lidhje me shoqërinë Banka Jet dhe aksionerin e Jet Holdings BV, të regjistruar në Qipro, Constador Ltd. Banka Jet është regjistruar në datën 23 korrik 2025 në qendrën kombëtare të biznesit me aksioner të vetëm shtetasin izraelit Idan Avishai. Sipas akt themelimit, kjo shoqëri do të administrohet nga Këshilli i Administrimit, ku pjesë përbërëse e këtij këshilli do të jenë shtetasit Idan Avishai kryetar, Oliver Hemer dhe Rami Solomon. Në datën 12 nëntor 2025, Idan Avishai ka shkarkuar Oliver Hemerin nga Këshilli i Administrimit. Më datë 3 dhjetor 2025, Banka e Shqipërisë ka marrë vendimin për dhënien e miratimit paraprak për licencimin e bankës Jet Bank në Republikën e Shqipërisë. Në datën 26 janar të vitit 2026, Idan Avishai, ky shtetas izraelit, i ka shitur 100% aksioneve kompanisë Jet Holdings BV. Kjo shoqëri rezulton e regjistruar në Hollandë në vitin 2025. Në datën 12 shkurt 2026, Banka e Shqipërisë i është përgjigjur shkresës sime të parë me numër protokolli 720 fraksion 1, ku ndër të tjera ka cituar se Banka e Shqipërisë nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur nga Jet Holdings BV, Holland, e cila është shoqëria që do të zotrojë 100% të kapitalit bankës supozuar Jet Bank, krijoi bindjen se Jet Bank do të ushtrojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me kërkesat e parashikuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi.